transformimi energjetik I Ballkanit Perëndimor ka nisur dhe këtë herë në qendër është gazi. Nga Shqipëria te Bosnia dhe Hercegovina, projektet e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara po krijojnë korridore të reja furnizimi. There's no national security without energy security. Kosova vazhdon të jetë e varur nga qymyri dhe në pritje. Gazjellsi do të bëhet nëse kjo është në interes qytetarëve dhe të shtetit Kosovës. Ende, pa një plan të qartë integrimi, a rrezikon Kosova të mbetet jashtë arkitekturës së re energjetike. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Ndërsa gazi po kthehet në armën kryesore të sigurisë energjetike në Evropë, Shtetet e Bashkuara po shtyn fuqishëm projekte të reja në Ballkanin Perëndimor. Nga Shqipëria në Bosnjë e Hercegovinë, rrjeti I ri po merr formë, por në hartën e re që po krijohet, Kosova mungon. Në 5 vjetët e fundit, qasja e Kosovës ndaj gazit ka qenë më shumë një tërhiqje ose kput se sa një politike vendosur. Nga një projekt konkret me mbështetje amerikane të refuzimit I tij në vitin 2021 e deri te rikthimi I diskutimeve për mundësi të reja këtë vit, vendi është ende pa një drejtim të qartë. Në samitin transatlantik për sigurinë e gazit, të mbajtur në shkurt në Washington, Ministria e Ekonomisë e Kosovës Artane Rizvanolli, tani në detyrë, shprehu gatishmërinë e Kosovës për të furnizuar me gaz natyror nga Shtetet e Bashkuara, duke e përshkruar bashkëpunimin si vendimtar për një sektor të sigurt energjetik. Për një vend si Kosova, ku rreth 90% e energjisë elektrike prodhohet ende nga qymyri dhe vetëm rreth 10% vjen nga burime të ripërtritshme si uji, era dhe dielli, është fakt që gazi mund të shërbejë si alternativë për të thyer varësinë e thellë nga një burim I vetëm. Por gjatë javëve të fundit, kur SBA dhe kompania amerikane kanë nënshkruar marrëveshje miliardëshe me disa vende të Ballkanit Perëndimor për të zgjeruar ndikimin energjetik në rajon, Kosova nuk ka qenë pjesë e kësaj vale investimesh. Në iniciativa të rëndësishme kanë hyrë Shqipëria, Kroacia dhe Bosnjë e Hercegovina, përfshirë edhe në një projekt të madh për ndërtimin e një tubacioni gazit që synon ta shkëpusë Sarajevën nga furnizimet ruse. Për sekretarin amerikan të energjisë, Chris Wright, kjo nënkupton një epokë të re bashkëpunimi me Evropën qendrore dhe lindore. Këto partneritete bazohen në mbështetjen tonë të ndërsjellë për një agjendë të zgjerimit energjetik dhe kjo dëshmohet nga marrëveshjet me vlerë prej miliarda dollarësh që janë nënshkruar. Edhe pse pa një rol të qartë në këto zhvillime, Kosova nuk është jashtë vëmendjes së Shteteve të Bashkuara. I dërguari I posaçëm I Departamentit Amerikan të Energjisë, Joshua Waltz, thot për Radion Evropa e Lirë se sistemi energjetik I Kosovës ka nevojë urgjente për modernizim, çfarë krijon mundësi të mëdha për industrinë amerikane që të investojë. Megjithatë, ai thekson se projektet e mëdha do të varen nga vetë Kosova, përkatësisht përmirësimi I mjedisit biznesor dhe rregullator në vend. Duhet të bën hapa për të nxitur investimet private amerikane dhe financimet ndërkombëtare që vijnë në Kosovë. Për këtë po punojnë Departamenti I Tregtisë, Departamenti I Thesarit dhe Departamenti I Shtetit I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse dhe kur dinamikat e tregut ndryshojnë dhe mjedisi I biznesit bëhet më tërheqës, Departamenti I Energjisë do të jetë I gatshëm të ndihmojë në ndërmjetësimin mes industrisë amerikane dhe partnerëve industrial në Kosovë. Voltz shprehet optimist dhe thekson se lidhja e Kosovës me infrastrukturën rajonale të gazit është tashmë pjesë e diskutimeve që po zhvillohen. Qëllimi ynë është që burimet energjetike amerikane të arrijnë të gjithë partnerët dhe aleatët tanë që janë të interesuar për një bashkëpunim afatgjatë energjetik me industrinë amerikane dhe me Shtetet e Bashkuara. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Ekonomisë së Kosovës nëse ekziston ndonjë plan apo afat konkret për lidhjen me rrjetin rajonal, për mundësitë e ndërtimit të infrastrukturës së gazit dhe për bisedimet me zyrtarët amerikan, por nuk mori përgjigje as pas një javë pritjeje. Aktualisht Kosova po përfiton nga programi kompakt I qeverisë amerikane me vlerë mbi 230 milion euro, I cili është I fokusuar
në energji të pastër dhe stabilitet të furnizimit. Si pjesë e tij, vendi tashmë ka siguruar bateri me kapacitet të lartë për ruajtjen e energjisë. E ngarkuara me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati, tha në një ngjarje këtë javë se ky investim është dizajnuar pikërisht për të adresuar furnizimin e paqëndrueshëm me energji në Kosovë, një problem që prej vitesh ndikon negativisht në biznese, familje dhe konkurrencë. Asnjë përparim nuk ndodh në izolim. Shtetet e Bashkuara e mbështesin Kosovën në këto përpjekje, por suksesi varet nga angazhimi i vazhdueshëm i qeverisë së Kosovës, sektorit privat, institucioneve financiare dhe shoqërisë civile. 5 vjet më parë, Kosova hoqi dorë nga projekti për ndërtimin e infrastrukturës së gazit të financuar nga korporata sfidave të mijëvjeçarit e SHBA-s. Atkohë, Ministrja e Energjisë Artane Rizvanolli tha se nevojiten më shumë informacione për të qenë të sigurt se ndërtimi i infrastrukturës së gazit është opsioni më i mirë për tranzicionin energjetik. Gazjellsi do të bëhet nëse kjo është në interes të qytetarëve dhe të shtetit Kosovës dhe në përputhje me strategjinë e Kosovës. Së pari bëhet strategjia, studimet paraprakisht strategjia, e pastaj merren vendimet për projekte specifike. Në strategjinë që u bë për vitet 2022-2031, u parapa mundësia që Kosova të lidhet me rrjetet rajonale të gazit në të ardhmen dhe që thëngjilli të hiqet nga përdorimi më së voni deri në vitin 2050, për të lënë vend burimeve tjera energjetike. Bashkinvestimi në termocentralet me gaz natyror për qëllim të mbulimit të kërkesës bazë dhe ose për fleksibilitet të sistemit në Shqipëri, por edhe në Maqedoni të Veriut dhe në Greqi, do të shqyrtohet me qëllim të zbatimit brenda afatit të kësaj strategjie. Kosova nuk ka dalje në det, gjë që e bën më të vështirë ndërtimin e infrastrukturës së gazit pa bashkëpunim me vendet fqinje. Një nga opsionet është lidhja me infrastrukturën e planifikuar në Shqipëri ose Greqi, veçanërisht përmes gazsjellësit TAP që transporton gaz nga Azerbajxhani përmes Greqisë dhe Shqipërisë deri në Itali, ose përmes terminalit të gazit të lëngshëm në Vlorë. Burim Ejupi, drejtor i Institutit për Politika Zhvillimore INDEP në Prishtinë, thotë se Kosova nuk e ka humbur plotësisht hapin, por se ka mbetur prapa për shkak të mungesës së një qëndrimi të qartë politik. Ai thotë se ndonë se gazi tashmë është afër me infrastrukturën në Shqipëri dhe atë në Maqedoni të Veriut, vendi vazhdon të lëvizë pa një drejtim të prerë. Mënyra më e lehtë e tranzicionit energjetik është përmes gazit. Kur dihet që gazi gjatë djegjes gazi emiton 2 herë më pak dioksid karboni, gjithashtu është termocentrali me gaz lëshohet në punë shumë shpejt, e ka të kufizuar sa duhet me prodhu. Kosova ka probleme edhe me balancimin e energjisë, ku një termocentral me gaz do të ishte shumë i mirëseardhur në balancimin e energjisë, kur dihet që ne viteve të fundit po paguajmë gjoba milionëshe për balancimin e energjisë. Një studim që publikoi Instituti INDEP në vitin 2022 konstatoi se gazi natyror mund të bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për Kosovën në adresimin e së ashtu quajturës trilem energjetike, dekarbonizimin, sigurinë e furnizimit dhe energjinë e përballueshme. Po atë vit u publikua edhe një studim i financuar nga Banka Evropiane për Investime, i cili theksonte se burimet finale të gazit natyror për Kosovën mund të përfshin gazin rus, gazin e lëngshëm natyror nga Greqia, si dhe atë nga Kroacia. Me ndryshimin e rrethanave gjeopolitike dhe zhvillimet e reja në terren, Ejupi thotë se gazi për Kosovën nuk është më çështje teknike, por e vendimarrjes politike, duke renditur edhe arsyet pse. Në ish Jugosllavi ka ekzistuar një trase Peo Biliqi deri në Shkup, edhe Peo Biliqi deri në Mitrovic, të cilën nga Biliqi ka qenë ngrotuarja, ka çu gazin o avullin hekuranën e Shkupit, po gjithashtu edhe në Trebë. Do me thonë, sa i përket infrastruktura toksore, Kosova nuk ka nevojë për shpronësime, se veç janë ato. Ejupi shton se sipas disa llogaritjeve dhe duke marrë parasysh investimet në TAP, ndërtimi i plotë i infrastrukturës së gazit në Kosovë mund të realizohet për 3 deri në 5 vjet, me një kosto që varion nga rreth 200 milion deri në 400 milion euro.
kena 3 industri të maja momentalisht në Kosovë, është Feronikli që është jashtë funksionit, është Trevqa edhe Sharcemi. Do me thonë që mujnë me ndrue sistemin e operimit prej energjisë elektrike në gaz. Brenda Shafer nga Qendra Globale e Energjisë pranë Këshillit Atlantik thotë se sfida kryesore në përgjithësi nuk qëndron te tubacionet apo interkonektorët, por te sigurimi I burimit kryesor të gazit. Dhe për Kosovën, sipas saj, ky burim tashmë ekziston, për shembull përmes korridorit jugor të gazit nëpërmjet Shqipërisë. Duke e trajtuar këtë si çështje politike dhe prioritetesh e jo thjesht teknike, Shafer thotë se nisma e mbështetur nga SBA-ja për ndërlidhjet e gazit në Ballkanin Perëndimor përbën një mundësi historike për diversifikimin e furnizimeve me energji dhe uljen e ndotjes. If you're not energy secure, Nëse nuk je I sigurt në aspektin energjetik, nuk mund të jesh I sigurt si shtet. Nuk ka siguri kombëtare pa siguri energjetike. Nuk mund të mbrohesh, nuk mund të ndërtosh industri të armëve. Kjo ka qenë gjithmonë qasja SBA-s, t'i ndihmoj aleatët dhe partnerët të bënd të sigurt në aspektin energjetik, sepse nëse aleatët e tu janë të sigurt, atëherë edhe ti je I sigurt. allies are secure, you're secure. Por si çdo burim energjie dhe gazi nuk shihet vetëm në një drejtim. Ai sjell përfitime, por edhe dilema dhe kosto. Anne-Sophie Kerber nga Qendra për Politikat Globale të Energjisë me seli në Paris, thotë se Kosova nuk duhet domosdoshmërisht të orientohet drejt gazit. Sipas saj, kalimi nga qymyri të gazit nuk është zgjidhje automatike, pasi duhet peshuar rreziku I luhatjeve të tregut dhe mundësia që një varësi të zëvendësohet me një tjetër në vend të një diversifikimi të vërtet energjetik. And what I'm seeing is that Ajo që po shoh është se I gjithë rajoni po kalon nga një varësi që më parë ishte nga gazi rus në një varësi tjetër që kryesisht lidhet me gazin e lëngshëm natyror amerikan. Të varesh nga ky gaz është në rregull, sepse mund të shfrytëzosh burime të ndryshme furnizimi, por nëse gjithçka vjen vetëm nga një vend I vetëm, edhe pse ai pritet të bëhet një eksportues shumë I madh I energjisë në të ardhmen, a do të doje të ishe I varur vetëm nga një shtet? dependent on one single country. Ajo që është e sigurt, sipas zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Energjisë Volz, është se vendet që zgjedhin të bashkëpunojnë me SBA-n për sigurinë dhe diversifikimin energjetik mund të presin rritje të investimeve të huaja, pasi prania amerikane në sektorin e energjisë shihet si një faktor stabiliteti dhe besueshmërie. Në këtë kontekst, gazifikimi mund të jetë pikërisht shtysa që I duhet Kosovës për të dalë nga pasiguria energjetike dhe për të bërë më tërheqëse për investimet. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropailir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.